Kapitali dhe përvoja në teknologjinë e avancuar të kompanive izraelite pritet të investohen më shumë në Shqipëri. Çelja e dhomës ebraike të tregtisë dhe industrisë shton shanset e thithjes së investimeve në fusha si ndërtimi, infrastruktura, agropërpunimi, teknologjia. Aktualisht ka 40 kompani izraelite që operojnë në vendin tonë dhe me krijimin e kësaj dhome tregtie, numri i tyre synon të rritet. Themelohet dhoma e tregtisë dhe industrisë e Izraelit në Shqipëri, dhomë e cila ka një mision shumë të madh për një klim biznesi më miqësore. Shqipëria po bën përpjekjet më të mëdha. Shqipëria ofron një potencial të madh në fushën e energjisë. Kompanitë e këtij vendi, firmat e këtij vendi qëndrojnë në krye, janë lider. Ambasadori i Izraelit në Tiranë, David Cohen, bëri të ditur se vendi i tij e ka kaluar krizën ekonomike dhe se investimet izraelite në botë janë rritur ndjeshëm. Ai tha se një pjesë e tyre do të investohen edhe në Shqipëri. Dhoma e tregtisë shqiptaro-izraelite do të ofrojë një klimë shumë të favorshme biznesi. Shqipëria ofron lehtësi në biznes, siguri dhe infrastrukturë. Ne do të punojmë për të pasur marrëveshje në shëndetësi dhe ndërtim. Kompanitë tona investojnë në fushën e bujqësisë, ndërtimit, agropunimit dhe energjetikës tek ju. Ne do t'i rrisim më tej këto bashkëpunime. Komuniteti i biznesit izraelito-shqiptar në dyja vendet, veçanërisht në Republikën e Shqipërisë, është i konsiderueshëm. Mbasi operojnë në investime të drejtë për drejta, rreth 40 kompani të mëdha e të mesme. Investimet cilat janë përgjendruar në ndërtim hidroenergjetik, në miniera, agrobiznes, import-eksport e tjera. Investimi i deritanishëm i kompanive ebraike në Shqipëri me kontrata të mbyllura shkon deri në 300 milion euro.